Nightcast, emisioni natës ditës së hënë këtu me mu Valonin dhe Genten e ashtu qysh ju paralajmëruam në pjesën e parë të emisionit se sonte në studio me neve do t'jetë një njeri në fakt i cili është në mes të diasporës edhe Kosovës, i cili ka kontribuar prej atje ka ardhë këtu, vazhdon me ardhë, me vepru, me kriju nisma të ndryshme prej fillimit edhe jeton në diasporë. E she, pak a shumë e ka një këndvështrim prej dy aspekteve. Edhe si një qytetar që jeton, që i bjen me ardhë shpesh, me edhe me jetu këtu, por edhe si një pjesëtar prej diasporës. Po ne bënem një prezentim edhe më herët, virtytin e kemi edhe kolegë. Vërtet mirë se ka ardhë në Nightcast në Radio Dugagjini shpitonde në Kosovë. Faleminderit shumë. Radio Dugagjini unë ala e përjetoj si pejës. Po. Edhe si pejon, kështu shumë i fort. Po. Në me ndina në shpi. Mirë se erdhe Vërtet. Vërtet, po, unë e kisha nisë direkt me pyetjen e parë. Qysh ta mërmendja që na e shohim mërgatën si banke pareve apo thjesht si mërgatë që na ndihmon kur kena nevojë ose që s'ban me na u përzit shumë punë të shtëpisë. Po, goxha shumë na shihni si gërnaqa, një fjalë që ka bo Valon Sylla, se ai do i ke diçka në atë misionin e vet, me zbulu një armik të demokracisë në Kosovë. E tash na imigranta s'kema këtu në Kosovë, që mi fajsu imigrantat, me Serbi pak a shumë i kena kry, punë ka mbet pak sa tje pa kry, po kështu që vi kemi gjetë një armik, edhe i gjeti gërnaqat. E pse po më nënë si armik? Se fajin e kanë gërnaqat që dikush po fiton këtu zgjedhje, e tona hajde i fajsojmë ata, e bojmë hajgare me ta, e qështu që e mu më doket shumë. Do më thonë, Valoni është një artist shumë i mirë, do më thonë, kërë ka bo atë farë stand-up komedina, unë i marë pej Zvicrës i kom ble biletat, i marë pej atje me ndigju Valonin, se i kom atë shok. Si një gërnaqi vërtet, a? Po, ashtu, edhe jëmë shkyt i kesh, do më thonë, ka që shumë që sharake që i ka bo ato. Po e kalonë edhe që të fjallë, edhe ta shumë njerëz na shojnë neve si gërnaqa. A një pyetje tash, mos ka mendu Valonin, ndoshta jo në të sensin mi ofendu bashkëdhetar tonë, mërgjimtar tonë, po që ndërta e shohin Kosovën me atë synin e viteve të 90 nuk kanë mujt alo mos ka dosh që tu mu orientu. Pa i tash ai, të më thonë, kërë ka thonë aja atë fjallë, që nuk ka ekzistu për para, ka ardhë puna i definimit të asaj fjallë. Kërë ka njës definimi asaj fjallës, jo kjo është, jo kjo s'është, jo kjo është, jo kjo s'është, po njerëzit se kanë digju që ka është ajo, edhe kanë përdorë. Dhe më thonë ashtu, unë me ata shokët e mi atje në Zvicër, e përdorim këtë fjallë, edhe do thojnë, pash që ashtu që është më thëtë Valoni është, do thojnë, jo, e është i kes, nuk di që më dhëtë. Dhe më thonë, ka debat edhe atje, kusho gërnaqe, kusho gërnaqe. Pas kanë gjallë debat, po. Është një farë, do më thonë, si cili komunitet shpesh identifikohet me një armik, edhe tash ka do njerës që këtu identifikohen me qatë diaspor që po vëtëm për Albinë. Armik që shpiqun, kundërshtarë ndërsa, se jo armik. Një armik i kena, me Serbia. Vërtet, ati që po më interesën shumë, se tash ti e një kom andej, një kom këndej, je shumë kompetent me folë për këtë pjesë. Okej, na i pas kem qujt disa gërnaqën. Jo na, po Valoni të na u bo tem kjo punë. Qysh na sheni ju neve këtu në Kosovë? Po, une e kom një farfore. Na, qka jena për juve? Kom një farfore, une sarë vinë. A keni nëjë fjallë ju për neve, po? Kur vinë Kosovë, e kom një farfore, une shka i fotografoj për login në për tokë. Edhe e qësë postem Facebook edhe dhëbë që këta lokalat këtu. Po, lokalët të po, qysh se dojnë vendin e vetë. Po, gjujnë për login. E na Zvicër atje nuk e gjujnë për login tokë, po e gjujnë në shport.
Do na thëm që kanë parku kerin se për kerët diasporë shumë, si tel një kerr me tabela Zvicrës, çkollak, fotografi, që ka parku Po që neve na dhënë se jo atje se bëni këto kur vjen në Kosovë, disa jo krejt. Se tash çast tema ja kanë nxirr, don kohën po më jap ideja. Me të bëj pyetje. E çka bojnë ata vëlla më ndryshe që njëjti popull, po mendoj mërgjimtar tonë janë shqiptar të Kosovës, Maqedonisë. Pse atje i respektojnë rregullat e këtu nuk i respektojnë jo veç ata, po edhe na vet. Gjujmë për log, ata kur vini i parkojnë kerët, keq. Ku problemi? A te sistemi, a te mentaliteti, atje i respektojnë. Që për bërllog po tregoj, atje gjujmë bërllogu njerëzit në tokë, po pse ndikush e pastron, edhe kur xojnë të gjujë bërllogun në tokë, dënojnë, po, sakatojnë. Sa është një dënim? Nuk e di. Pavarësisht pas kanë dënuar. Jo, pavarësisht jo. Tash as kanë zonë, as e kanë gjuajtur, se dini, po më dënuar kanë dënuar. Ti shkorenci, esenca është që ka dënim për me gjujt bërllog që të na s'ka. Po. S'ka dënim. Vërtet. A heki dënimet në Zvicër? Po. Heki dënimet në Zvicër, burrë Zvicra bërllog. Ka më thonë ase. Kjo puna bërllogut është temë shumë e gjonë, edhe ka shumë mungesa këtu të na që vinë mu plëcu, po që kjo është. E për parkim, edhe atje parkohet keri keq, po atje me një rogë mesatare që është 7.000 franka. 7.000 franka, sa euro i bjen? 6.000 euro. Jo, ma shumë se 7.000, se franka ma e madhe se euro. Okej, do më dhonë 7.000 franka dika 7.500. Dënimet jonë të malësisë njëjtë me Kosovë, po. Për njëve. Po, do më thonë një parking pa leje është prej 20 deri 50 franka. Në trafik në dënojnë, do më thonë në stop, edhe diku një 1.000 franka në vjetë i hargjojnë dënimet kereve. Semafor të koq, shpejtësi. Edhe këtu të na i kanë qitë tash kamerat, po dënojnë, po këputin në Prishtinë, po kallzojnë me telefona, pinzojnë për ndryshe 200 euro dënimi në zonë me telefon. Na ka vy për 15 ditë 100 euro. Po, na ka vy kohë për dal nga dal po bëhemi edhe na sepse kjo është punë zhvillimi, se ligji në farformë është polic. Atje në Zvicër ligji zbatohet në brenda javës, brenda muajit, ndërsa në Kosovë ka vy deri në 3 vjet ka shku një landë, kështu që për këtë arsye po besoj e kur kanë kalu 3 vjet, pastaj landa është vjetruar edhe nuk është marrë më për bazë, është hudh poshtë. Kështu që dal nga dal edhe na po vim çaty. Po besoj, dal në çasoj rrugë. Veç pas kem dënimet pak më të shtrejta. Vërtet. Shumë më mirë. A është e drejtë nam ju po juve mërgjimtarëve si një thes me pare? Se zdi e ki po kove të fundit o boni debat në Kosovë, jo mërgjimtar pse me vendos për fatin ton, pse me votu ata në Kosovë. Po, tani edhe pyetja tjetër, a duhet me votua jo? Edhe a duhet me votu, se për shembull ata ju po jetoni shumicën e kohës atje, na po përballem këtu me politikanë pa përgjithshëm me qysh është atje. A është e drejtë qysh? Qëre, mas pari duhet me shiku Kosovën si një vend i cili migrimin e ka pas pjesë zhvillimit vet për shumë vite, do më thonë shumë kohë gjatë që ka qenë një territor i varfun i cili ka eksportu njerëz. Edhe ata njerëz kanë pru parë në Kosovë, do më thonë gjatë perandorisë osmane, po kthehemi shumë mbas. Shumë vërtet. Shqiptarët kanë shku, kanë punu ushtar për perandorin, me çu parë të shtëpia për me funksionu. Do më thonë është një tradit e cila është traditë ngjashme edhe me Zvicrën, se edhe Zvicra ka qenë eksportuesi i njerëzve. Zvicra është e njoftun për eksportimin e ushtarëve të vet, që kanë luftuar për vende të ndryshme, ndonjëherë kanë luftuar me njëri tjetrin për vende të ndryshme, se ka qenë vend shumë i varfër. Domethënë Zvicra tek është pasunu në vitet e 60-ta, deri atëherë ka qenë vend shumë i varfër. Edhe mbas luftës së dytë botërore. Po mbas luftës së dytë botërore, domethënë vitet e 60-ta ka filluar po çatëherë. Edhe tash Kosova është shumë vështirë mu paramendu pa migrimin të cilën e ka pas pa diasporën. Pak më herët diskutuam edhe për Ramush Haradinaj, ja? Ramush Haradinaj ka qenë gërnaç. Edhe ai si gërnaç e ka marrë
Ko taku atje me udhëhecës amerikana, kur kanë bërë familja njerëz të verëm, edhe ka marrë vullnetin pe atje, ka ardhur në Kosovë, është me luftu, po. Është bo luftar, është bo, domethënë, është bo komandant. Tash hajt tash këto ti pe lirisë Kosovës, ha? Po. Kja këtë mësundëshmja e folim ma tutje, domethënë se folim për u që kanë Gjavitaliti, pa e tu Gjavitaliti në Zvicër, ha? Domethënë ku janë bo këto, domethënë ku janë Hashim tha që ka jetu në Zvicër. Hashimi është pak ma vonë, po këta janë domethënë esenca e krejt kësaj pune. Po na qeverinë e kemë pas kryeministrin Bujar Bokoshi, mos ta harrojmë në atko. Po në Excel. Kemë pas në Excel. 3% domethënë arsimi, krejt këto domethënë është shumë vështirë. Po do na jemi të lidhur po. Hapi i dytë është shumë problem me definu kush është diaspor e kush nuk është diaspor. Do më thonë asi dikush që jeton atje kthehet këtu që kemi Ermal Sadiku na sot që u bë po hin për deputet të LDK të LDK-s, ai ka qenë gërnaç, ai ka kryer fakultetin në Gjermani, ardhur në Kosovë, ka investuar që një kompani. Nëse këshir kompanitë e IT-s, gjithat kanë një lidhje me diasporën. Nëse këshir kompanit e materialit ndërtimor që është eksportuesi numër 2, nëse IT-ja është e para, numër 2 është materiali ndërtimor, ku shitet materiali ndërtimor i Kosovës? Në Zvicër. Pse në Zvicër? Pse në Zvicër janë 350.000 shqiptarë që punojnë në ndërtimtari. Po. Domethënë, është çat shumë e lidhum, sa që është problem me ndonë dhe me definu kur çka është. Njëjtën histori pak a shumë edhe Polonia ka pas. Polonia ka eksportu njerëz, migrant këtë botën në Evropë, po ata dikur janë kthy, sot ku është Polonia, ndër shtetet më të forta me ushtrinë, po del më e forta në Evropë. Po Polonia, domethënë edhe Polonia ka një histori shumë gjatë të migrimit. Po. Ka migrimin në Amerikë, shumë të madh, mandej mundemi me fol, domethënë nuk ka vend në Evropë i cili nuk ka histori të migrimit. Po. Irlanda i ka Ajrishat e Amerikës. Po, i ka 4 milion banor në vend, po. E i ka 20 milion pasaporta. Po. Se është Amerikan në Irlandë merë pasaportin pas gjakut, po. Jeton në Amerikë, i pas të gjyshin irlandez. Po, ma shumë ka në Amerikë realisht se në Irlandë. Po, e merë pasaportin irlandez, shkon në Gjermani, punon lirisht edhe e shfrytëzon atë. E për këta zonat e Kosovës që ju pengon kjo vota diasporës, çka mendon vërtet? A është e drejtë? Po, me mendu kështu, unë mendoj që keq kuptimi më i madh është që diaspora e vendos zgjedhjet në Kosovë. Nuk ka qatë shumë vota në diasporë që mi vendos zgjedhjet në Kosovë. Po, jonë, për afër 80.000 që në qëtash. Po nuk e di sa vota jonë, po si do qoftë... Edhe në Kosovë një 350.000 votojnë, prap nuk mundet me vendos diaspora. është problem, po tash e kom pa kohën e fundit ka ra ky farë muhabeti, se ty e shoh diasporën, tonë i kanë hupë ato pak vota, e tash hajde pilavdoj me tash... Po, tash ja ka nis partit me bo fushat edhe në Zvicër, e pajtëm disa parti në Zvicër, Gjermani... E tash po na lavdoj, diçka po na doj. Po një më kësu shumë. Ani mirë shumë. Pra, po përdorin i va standardit të fesht. Po nuk e mendoj që njerëzit e njëjtë pethojnë edhe ato, po ata njerëz të cilë kanë qenë kundër votimit diasporës, ju jepet ma pak hapsin. Po. Se që kjo domethënë është një farë keq kuptimi, domethënë do njerëz të thonë diçka, do njerëz të thonë diçka tjetër, të na thosh çka do që po të mendon dikush çon. Po do njerëz çon dikush, do njerëz dikush tjetër, Për votë po besoj që e dim gjithë, secili person që jeton jashtë duhet me pas një drejt, sepse tek më e fundit kontribon për këtë vend, edhe e ka një pronë këto që her pas here pagun edhe taksa, jo her pas here pagun taksa për të, edhe kështu që drejtën e votës e ka. A ki me votuar ti këto atje? Po s'ka lidhje, vota është e njëjtë si këtu si atje. Po, po më intereson atë më orë se nëse vjen enkas me votu në Kosovë, atëre kia të vullen, s'pe përmend një natë e emrin, po... Kërnaqi, Do me thonë, nëse voton me post nuk je kërnaq, nëse vjen me votu je kërnaq, ku dallimi? Vota është e njëjtë. Po, na pak po ironizojmë se respekt po mërgjimtar po juve vërtet
S'dia kishim pas gjallë edhe këtë zhvillim Kosova, s'dia a kish mujt me përjetu ma të hafshëm që e ka pas, kështu që faleminderit mërgjimtarëve tonë të dashur. Mos mendojmë që po bojmë ajgara ose bishojmë, jo, përkundrazi jemi të folë mirë, sonte edhe emisionin e kena me vërdytim pikrisht me folë për kontributin e mërgatës për shumë njerëz që kanë shumë për vendin. Edhe une me mburje mbaja në titullin Kërnaq, bile një farë shoki që kom shumë është personalitet publik, po mos të përmendi kush është. Një ditë ma boni e bo si këta Kërnaqët. Ta shoki, si këta Kërnaqët jam. Ballë mirë. Esenca është krejt ndikimi edhe realiteti. A mendon vërtet që diaspora i nje politikanët tonë, partit politike sikur na këtu, apo e ka një farë iluzioni edhe një farë një farë perde parasyve për shkak të dashnisë, sepse ka njerë malli edhe dashnia për vendin veç me një ose me dëgju një fjallë të mirë, një paka shumë ta merë zemrën. Po e kupton edhe pyetjen ku po du me thonë. Po, absolutisht. A e kanë gjykimin e drejt real për vendin, të e pas parasysh edhe ofertat politike që janë në drejt. Do më thonë, kur nuk jeton në një vend, perceptimi yt për atë vend edhe për nevojat e atij vendit është ndryshe për aty njerëzve që jetojnë aty. Do më thonë, aty nuk ka diskutim. Një send i cili ndikon shumë te njerëzit që nuk jetojnë në Kosovë, votojnë në Kosovë, është se ata e përjetojnë shtetin në mënyrën të cilën e përjetojnë shtetin banorët e vendit ku ti jeton. Do më thonë, Zvicran, një shqiptar i Kosovës, i cili jeton në Zvicër, e përjeton shtetin, qysh e përjeton shtetin në Zvicran. Edhe Zvicra po flet ai shqiptari i Kosovës, shtetin e Kosovës, ai Zvicrës apo të njëjtin shtet? Jo, shqiptari i Kosovës, i cili jeton në Zvicër, e përjeton shtetin si një Zvicran. Shtetin e Zvicrës. Shtetin si koncept. Si koncept, okay. Shtetin si koncept. Okay. Edhe në atë kuptim, do më thonë, a e din, do më thonë që Zvicra nuk është një shtet që i let në tjertë me vendosë që ka me ndonë Zvicër. Po. Sidomos në Zvicër, dhe Zvicër mundru niveli të vëshës kejtë populli votën. Po. Do më thonë është shumë... Me referendum. Po. Po na kem ndalu me referendumin. Jo, se kem ndalu, po... Ne, se po veç mbrit aty ku ja nisa. Edhe në këtë kuptim, ai kur është Kosovën që ka po ndodh, ai thot, ai din që është në Zvicër. Po. Edhe ai e shikon ato aty. Edhe për çato lëvizjet si çështje si sovraniteti, si qysh me na kallzu dikush neve çka me bën na këtu, po, edhe këto kanë më shumë kuptim te ata që na duhet me marr flamurin edhe me kallzu që ne na zot vetvetes, se sa të një njeri në Kosovë i cili friksohet se nesër mundet me hini ushtri e huj këtu, edhe me ta prish, do më thonë, shtetin. Më fal një pyetje, a i bjen kjo që ata diaspora nuk janë të informuar apo nuk dojnë me ditë se qysh jena formu na, kush na ka bo shtet, a i bjen kjo? Se paka shumë me nis prej asoj njështë e luftës, ata që kanë marrë pushkën, i kanë pranu këto kushte që i kemë sot këtë shtet. Po veç na jemi shtet. Po, jemi shtet. Atër përse mos silë si shtet. Të më dhëmë po argumentoj për kondit, të më dhëmë jo për kondit tem, po për kondit të njerit i cili e vlerëson do më thonë qëtë punë. Edhe tash... A edhim se nuk jena shliru vetë. Na kanë mundësu do njerës tjerë, të cilët na kanë bo do kushte, që du të mjë përmbajt. A u shliru Franca vetë? Jo. Asë të shtatë së shliru. A u shliru Norvegjia vetë. Jes, po flasim për Shqipnin gjatë luftës dytë botërore. Jo, po flasim, a je shtet, a mundër musil si shtet, edhe anvaret kjo, a je qliru vetë, a të ka qliru dikush. Po nuk po besoj që kjo është paralele e drejt me të rejkë. Sepse na jem rast, që që kanë thonë këtë bota, sui generis. Jem rast i veçantë. Jemi nxerë prej një situatë, është i vetëmi shtet, e dini që është, ju ka shkput një pjesë e teritorit, na e dim që është e jona, po në bazë të
ndërkombëtarëve ka qenë shtet i huaj edhe që drejtësive historike, po. E tash çto po flas? Jo, veç çto. Nuk është e vërtetë ajo, domethënë. Ka plot shtete që u kanë shkput në shteti tjetër. Timori Lindor është, domethënë ka qenë pjesë e Indonezisë, edhe u shkput për Indonezisë edhe u shtet i pavarur. Bile koha kur u bë Timori Lindor shtet është shumë e prafërt me kohën kur u bë Kosova shtet. Edhe Timori Lindor s'di sa dinë ka bërë me marrëveshje. Me luftë dhe marrëveshje mbas luftës. Na s'kena marrëveshje me shtetin që na ndo. Edhe çaj luftë që u bë për krahun nga Evropa. Tash ti nuk i ki pavarësinë e asnjënit shtet, nuk i ki 100% njëjtë me një shtet tjetër. Domethënë, hajt kallzom aty mu pavarësinë e United Kingdom, Mbretërisë Bashkuar. Po. Ata s'kan pavarësi, s'kan as ditë sepse ata e kanë pushtuar këtë ose domethënë Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ditë pavarësi, dikush ka, dikush s'ka, është e komplikuar. Po esenca e saj që po them unë është që kjo domethënë ai është shtet, apo do mos sill si shtet, pse pilan tjerë me të kallëzuar çka e bë aty. Çështja e korrupsionit, edhe një send që ka ndodhur, domethënë gjatë kësaj kohe, e cila po mendoj që në media po trajtohet shumë keq, është çështja e anomizitetit dhe armiqësisë mes njerëzve edhe debatit publik. Debati publik jo vetëm Kosovë, po krejt botën, po shkatru me media sociale. Kjo. Media sociale po kanë kriju bubbles, kanë kriju domethënë fluska të ndryshme të njerëzve të ndryshëm, të cilët nuk e ndigjojnë njëri tjetrin edhe funksionojnë kuadër çasaj fluskës. Në krejt debatet që bëhen në Kosovë, këtë miret kush e pruni gjuhën e urrejtjes të na. Po gjuha e urrejtjes nuk o pruten, ajo gjithmonë ka qenë këtu, po media sociale i kanë mundsuar me shfaq. I kanë jep hapësinë njerëzve të cilët shprehin negativitet. Është evolucionare që ti me i kushtu ma shumë vëmendje të lajmeve të këqija se lajmeve të mira. Se nëse hus një lajm të mirë, nuk des, nëse hus një lajm të keq, mund është me dek. Lajmi i keq është lajm, lajmi i mirë ka lënë. Edhe të lënë ma shumë për shtypje, edhe çato ajfar algoritmi i... Këto do më thonë e bojnë për, që i thonë për clickbait. Po, algoritmi të qonë ty te lajme të këqija, edhe që tash ndigjova një fakt që të kish dalë pe zyreve të Facebookit, ja kanë që Mark Zuckerbergut qysh me bo Facebookun ma pak negativ. Edhe i kanë thonë nëse e bën ma pak negativ, kime pas njerëzit kanë mu angazhu ma pak në të. Edhe i ka thonë mos e mbjerni mo kësi raportin të avalin, se unë e du me pas angazhim. Edhe kjo si krejt botën, edhe në Kosovë ka kriju anomizitet. Ta është të na debatet jo mbosit cili, po shtyjet kush po bërtet ma shumë, kush po e shonje një tjetrin ma shumë, nuk ka debat konstruktiv, nuk e dëgjojnë një tjetrin, qaj që bërtet është ma interesant. Duhesh me shpreh emocione negative në mënyrë që ti mu shiku ma shumë në media sociale dhe me fitu ma shumë parë. Domethënë që kjo është fillimi i fundit i pse të na dominon debati negativ, si në pjesën më të madhe të botës. Në Zvicër nuk është krejt që shtu që, se atje media sociale kanë ma pak ndikim, po për shembull nëse merr Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë, Francën, domethënë kjo është dominante. Vërtet që shishe masje që le këtë temën e mediave. Kemi pas do raporte për jo fort liri të mediave, jemi pozicionu pak ma keq këto kohëve të fundit. Qysh është ati, a jemi ma keq se shtetet tjera të rajonit? Të e pas parasysh që mediat e na bash si cili folë që ka dënë, bërtet, a i bërtet kjo, Këto e kom folë edhe në emision të Jeta Gjara, do të të ai raport e matë në mënyrë të gabushme lirinë e medjave të krahasu për një shtet tjetër. Edhe ai raport është shumë indikueshëm se në atë raport votojnë njerëzit që janë në media. Nëse këtë mediat janë pro-qeveritare, votojnë në të mirë. Atëherë asnjëri s'ka më shojë qeverinë. E nëse mediat janë anti-qeveritare dhe i pyet, ata kanë me ta shojë qeverinë. Edhe të bëthon është shumë problematik. Po mediat për mu kanë ndryshu shumë. Të më thonë, në kom punu në media në një kohë kur
për me qelë një medium ke vyt me pas shtyp shkrojnë tondën me shtyp gazetën. So gjithkush mundet me qelë medium. Tashmeni online. Edhe kjo e ka ul vlerën e të qenit medium, e ka ul vlerën e gazetarit, edhe kjo situatë e cila u vrejt pe popullatës o shfrytzu pe politikanëve, të cilët kanë mujt me thonë mediat gënjejnë. Po. Edhe e kanë bëu këto pa përjashtim, edhe me këto kanë mujt me fitu ndikim, do më thonë, në publik. Shumë Ti vërtet. situatën e njëjtë e ki në Amerika, Po. do më thonë në Amerikë, kryetari i Amerikës, që për ne ka qenë pishtari i lirisë media e bla bla bla. Ai tash E i thot- shumë fake news. Ja, i thot gazetarës Miss Piggy, Po, do më Miss thonë, Piggy, po, dhe ma... shtyr derra, Po, e verit, ofendej do në më thonë, ofendime, dos. shkon, po. Po, i thot drejt për drejt edhe nuk ka kur gjoj, i thot ti e fake news që the, ti nuk ki rating, do më thonë bërë si po. sulme pa presedant, qashtu që e ki më plot vendet bukë. Do më thonë situata në media ka ndryshu shumë, edhe kjo e ka ndryshu tash. OJC-t edhe njerëzit kritikët e medjave kanë bet vitet 90-ta. Po. Edhe tash me standardet viteve 90 ata i vlerësojnë këto punë sot. Është shumë problematike, është pjesë tranzicionale e medjave, edhe unë nuk mendoj që ka, do më thonë që ka kufizim të medjave, ka sulm të medjave, i cili bëhet për me fitu rating personal, edhe ka politikanë të cilët kanë qejf mi shajt media, se kur e shonë mediumin, tona i mundet me shajt mediumin, edhe me thonë, po ma kanë inati. Po. Edhe kur hupet një pik reference, atërë shumë letë me thonë, po ma kanë inati, se s'ka njeri ku me bo, do me thonë, Po. bërin besushëm, edhe tona ti bosh bërin një besushëm, edhe me këtaj do menon diskursi. Mirë, vërtet, para se me dalë të pyetjet e tjera që kemi shumë me folë, për pësaj ki ko, po e dëgjojmë një këngë të cilin e ke përzgjedh ti. Është kënga Smoke on the Water. Kallzona pak për këngën 30 sekonda që ka kemi folë për këtë këngë. Smoke on the Water është bo në Montreux, do më thonë në Zvicër, në një qytet shumë afër Lozanës ku jetoj unë, edhe është një këngë shumë. E jashtëzakonshme. E dëgjojmë bashkë, Absolutisht. kthehemi pastaj me Virtyt Gacaferit. Smoke on the water. Kthehemi me Night In the Cast. sky. Kjo ishte kërkesa e Virtytit. Vërtyti për ndryshe sonte do të na lëshoj gjatë krejt emisionit një 3-4 këngë të tjera të cilat i ka për qefe dhe i ngon her pas here. Edhe Ne gjitha kemi lidhen me Zvicër diçka. pak, me jetën e tij s'ka lidhja Po. me Zvicra, Po, po, Kua, po. në Kosova, sepse që e thamë edhe në fillim, Virtyti është një kom këtu, një kom atje. Para mendoni, Virtyti jeton në Zvicër apo në Kosovë? Që i bjen, por e tona i merr i që në Zvicër. A i bjen qashtu? Gati. Atje në Ama dhe i këthen. Zvicër i hargjoj parët e grus, e këtu i maj parët e mine. Këto investon. Po, këtu në fakt. Ndryshe Virtyti janë ndërthemelues të BNA-s. BNA, do të thonë, është Balkan Natural Adventure, një kompani turistike që ka pas shumë sukses kohëve të fundit me guida shumë të mira, kryesisht në Peaks of Balkans, që është ky trekëndshi mes Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Majet e Ballkanit në farforme. Edhe nëse s'ka bëj, Peaks of Balkans ka marrë edhe një çmim ndërkombëtar apo? Po, çmimi ndërkombëtar o jep shumë përpara se unë me hap kompaninë, po është një shteg i cili është themeluar me ndihmën e agjencisë zhvillimore gjermane, mirë po ndër themeluste e shtegut ka qenë Fatos Lajqi, Po. ka qenë Esa Dreshovic në Plav, edhe një djalë i Shqipnisjes, më kujtohet emri tash. Edhe këta kanë gjenë domethënë si themelues në Peace Park për me bëu një farë park të paqes, domethënë në çat vonë. Në 3 shtete. E mandej kjo është kthy në shteg të ecjes. Edhe bashkë themeluesi Balkan Natural Adventure Nol Krasniqi ka qenë ndër guidat e para që u trajnu për me ecë. Përshëndesim Nolin se akoma dhe shok. No. Edhe u kriju shtegu edhe ka pas një sukses mjaft madh. Po në disa vjet mbas hapjes së shtegut e kemi themeluar edhe kompaninë.
Balkan Natural Adventure. Balkan Natural Adventure është themeluar kohën kur unë kom shku në Zvicër herën e parë, edhe atëherë kom shu punën në Kosovë dhe kom shku në Zvicër, s'kom pas çfarë më bëj dhe kom bë këtë, domethënë më kyç këtë projekt. Basi kom pas kohë mja përkushtu kësaj, unë në Zvicër, Noli në Kosovë dhe bashkë e kemi themelu edhe kompania ka pas një rritje 1000% ndoshta brenda 10 vjetë dhe për 10 vjetë. Ç'është ndodhi kjo? Shpjegona pak edhe për dëgjues, ndoshta ju do. Po domethënë tash me fol për ka ajo pjesa e zhvillimit të biznesit, na e kemi pas disa përparësi të noja në sa i përket themelimit të biznesit. Unë kom qenë fara eksperti i marketingut, Noli ka qenë eksperti i pjeshkve, i kemi bashku forcat. Kemi pas përparësinë që asnjëri prej neve nuk kemi varë prej biznisit për me jetu. Keni bo ma shumë për çe. Do me thonë, na kena mujt mu zhvillu ka dale, s'kena pas nevojë me siguru buken për veti apo për fëmijët tanë gjatë krijimit të biznisit. I kemi shkri krejt mentona, krejt do me thonë përmes Balkan Natural Adventure e keni shit Kosovën si një përvojë unike, si një paket turistike. Na kena mbri... Ja keni ofru Kosovën... Okej. Unë e qërë tash përshës mend pak, falni, A bojnë ka lidhe, për diçka që ke bo, lirësh se... Unë e konsideroj vetin si ekspertin më të mirë të marrëdhënieve me publikun ndërkombëtar në Kosovë. Unë e kom mbri kompaninë teme me qit në Financial Times, kom mbri me qit në BBC, kom mbri me qit në RAI, kom mbrit me qit në Zeit, kom di Zeit edhe në shumë media prestigjioze të Guardian disa herë, edhe nuk ka kompani tjetër kosovare e cila u dal në kontekst pozitiv ma shumë në media botnore. Ka mbet pik një medium me dal The Economist, që për mu është revista ma e mirë në botë. Edhe kom pa dhe video të kompanive shumë, kësi që i bëjon Extreme Sports, s'ka bëj edhe Red Bulli, a ka po diçka Red Bulli për... Me një kompani tjetër Red Bulli ka po diçka, po Red Bulli nuk mbrin... I kom pa dhe video që ju kanë... Revista e Red Bullit nuk mbrin në nivel që unë mi përmend ata. Nuk mbrin të këto nivelin e këtu që të kanë citu këta tjetër. Kur e mbrej Financial Times, BBC, po më ndaj revista e Red Bullit nuk është... Red Bulli e ka një politikë ndryshe, i financon edhe i ndjek sportet ekstreme, kështu që nas... Realisht, kom pa video shumë të mira që kanë bo bujt në rjetët sociale, sidomos në Instagram e këto rjetët ku ka mjaft njerëz, që kom pa video njerëz me snowboarda, në përbjesht që s'kanë pista të skimit, po... Me Freeride Kosovo kemi mbri e kemi pas një video e cila është prodhuar nga Helly Hansen, që është kompani e teshave, edhe Arva, që është kompani e pajisjeve për skim ekstrem, po sa i përket skijimit, kompania e cila ka bo shumë, e cila ka mbri gati kompanin tonë me marketing ndërkombëtar, gati, Qatë. Është Links Freeride, e cila ka bën skim në Gjeravic. Ajo është një kompani e themeluar për një kroati që ka në Kosovë me punu, edhe disa kosovarëve, të cilë kanë punu bashkë edhe kanë bo Kosovën si destinacion të skijimit off-pist në nivel botnor, që është të më tonë për çdo duar trokitje. Bravo. Është Sebastian Fleiss ai kroati, edhe ai ka mbri këto edhe duhem me qenë shumë falenderus për ato. Po, shumë. Kjo është storia e suksesit, definitivisht. Edhe puna që e keni bo. Tash... Për ndryshe Balkani, Balkan Natural Adventure, i kemi 700 komente në TripAdvisor, Google edhe Facebook, mesataren 4.9, që është jemi në review fantastike. Jemi ndër 10% të kompanive të vlerësuara si më të mirat në TripAdvisor, që është një ndër media sociale më të mëdha për udhtim. Domethënë kena mbri shumë. Edhe shumica e njerëzve që i bojnë këto avantura përmes juve janë tuja, po. Krejt botës. 95-6% e pe tyne kena edhe pak gërnaqa.
Okay. Po gërnaqa kena vetëm në rastin kur dikush I diasporës e merr ndonjë huj me vete. Me pru, këto mi ja kallzu Edhe vendet, don mi ofru shërbim të nivelit ndërkombëtar. Okay. E zakonisht kur diaspora vjen në Kosovë, ata e përjetojnë Kosovën me familjar, Po. me shok, me guida tjera, do më thonë nuk vinë të na, e njona për arsyve është që na shërbimet I kena pak më të shtrejta, se do më thonë kompanit tjera lokale dhe për ato do më thonë largohen për neve, edhe na kushojmë njerë që lypin çmim, ju thojmë shkote dikush tjetër, se na jemi pak të shtrejt për ju, edhe... Për ndrysh, unë e kemi si medium në hajla, edhe kemi një farë marrëveshje, po më marrëveshje, një farë mirë kuptimi dhe shkojmë atje. Edhe e di që më fal bënas, gjatë verës, shumica, mos them 90% për tyre janë të bllokuara për shkak të turizmit, për shkak të italianëve kryesisht, ka dhe gjerman, por italian kryesisht që vinë për me I vizitu këto bjeshk që kanë disa veti prej, edhe në Alsin, për shembull që kanë bjeshk të rrugovës Boga, 1400-1500 ku janë edhe pjesa e atyne villave dhe ndërtimeve që thuhet që është idealja për jetesë, për ajrin e pastër e gjitha ato. E di që fal promovimet që ju ja keni bë, ka fituar edhe një farë marketingu, reputacioni, po. Të madh. Unë mendoj që jo pak e kundërta. Jonë 2 bujtina, është bujtina e Mustaf Nikçit në Rek Tallagës, edhe bujtina e Ilir Shales në Drelaj, edhe Mustafa edhe Iliri, kur ka fillu ky shteg, kanë afru qasimik pritje. Po. Të mirë, qasimik pritje pe zemrës. Sa që Mustafa thoi që problemin më të madh e kom pas, mja u marr njerëzve paret. Se kur I ka ardhur mysafiri atina, e ka thonë që mysaferun s'më mja marr paret. Tradita. E ka mbajt me bukë. Fal këtyne shërbimeve dhe këtyne njerëzve, na kena mujt me qelë kompani edhe kena pas një produkt I cili ka qenë shumë I mirë edhe kena mujt me shit. Do më thonë, nuk ekzistojnë ata për shkak tanin, na ekzistojmë për shkak tyne, e për shkak Mustafës, për shkak dikush me paq ato që me ofru të tjetrit, se pavarësisht ajo ka ekzistuar me vite e shekuj, por veç në biznes, do më thonë, unë e mendoj që ma me rëndësi o produkti se marketingu. Normal. Mere një produkt keq, bënja paketimin ma të mirë në botë, ka me dështu. Mere një produkt mirë, edhe me paketim modest e sen ka me hec. Do më thonë, Pigs of the Balkans është shpirti I mikpritjes së Ballkanit. Do më thonë, është Enes Dreshković në Babinopolje, është familja Vučetaj në Vuthaj, cëlt, do më thonë, e shprazin shpirtin e vetë, është Pavlinin në Theth, është Kolgjoni në Valbon, jo njerëz do më thonë të cilët shpirtin një ushtrije tonë njerëz të cilët kanë ofru një qasim I këpritje dhe na kemi pas një produkt I cili ka qenë shumë lehtë me shit. Unë e di kur e kom pru, do më thonë kur kom diskutu me pru Financial Times me ardhë me bo tekst për Kosovën, unë ja kom jep këto, ja kom jep Ismail Kadarenin cili ka thonë që shtëpia është e mikut dhe e Zotit, edhe gjona tjera të cilët e kanë karakterizu këtë pjesë edhe vetë emni bjeshte në emuna I cili ndoshta ka ardhur për shkaqe të këqija, po ka qenë një farë tërheqje për to. Do të thonë, unë për veti nuk e kom pasit vështirë me shit këtë produkt, edhe për çato ka pas sukses. Mirë, si kemi lajme Blec, a kemi edhe një kong me dëgju të cilën e ka porosit virtyti. Okej, tash do e dëgjojmë Elina Dunin. Paske pas të pikë më shirë, shkojmë. Elina Duni është zvicrane, është shqiptare edhe është gërnaçe. Edhe emisioni Nightcast, emisioni I natës, ditës së hënë, me mu Valonin, Gentin, Arin në anën teknike, sonte mysafir
e kemi një njeri të veçantë, jashtëzakonshëm Virtut Gacaferi, me cilin kemi fol në pjesën e parë, treguam për jetën e tij, për dëbëmat e tij. Tham që ky njeri jeton me një këmbë këtu, me një këmbë atje, vjen bënoja njëna prej arritjeve të tij më të mëdha, pastaj edhe si gazetar, edhe gjithaj i përfolëm edhe për pjesën e diasporës edhe. Këna mbetë edhe diçka pa fol, Valan. Hajde se çfarë do të më dal. Është edhe aksionar në klubin e futbollit KF-Besa në Pej. Besa e Pejës ka qenë ndërpo. Kështu që ke pas kontribut po ashtu edhe me një sport tjetër, po folim pak më vonë. Ma herët jashtë emisionit folëm pak edhe për një investitor tjetër shqiptar nga Zvicra, mërgjimtar, që është investitor në një klub tjetër të futbollit të femrave, më duket, apo në Prishtinë. Dhe më thonë, keni jep kontribut si mërgat edhe në sportin e Kosovës, po më interesant me ditë cili sport është më i mirë në Kosovë. Së në diaspor. Diaspor, po. Judo. Që do të përita. Natyrisht, do me thonë, po do të thotë, unë e kam pas djalin e vogël në ekip judos atje në Renault, nga të Lozanës, edhe ajo trajnerja, kur e murë vesh që djali është i Kosovës, e nisi me fol me mu, edhe normal me shumë respekt. Me një qasje tjetër, ha? Për dritonin e për majlindin, edhe tha, me mburje tha, unë i ngjo ata, my claim to fame, atin unë e kom shok ato. Po. Qa që unë e mirë, za që kom fol me dritonin, tash, më shoqe, kur kom folën e me dritonin, kur vike dritoni me motora në gjimnast, ti nuk ki lidhje me atë punë. Se njatë njerë ti shërënjone. Të shkollës mesme. Në botë. Një vetë është palë treneri maj mirë në botë, Driton Kuka. E që përmende, FC BSAP, është kemë një plot, FC BSAP është një ekip i kryum prej 100 themeluzve, 100 pejonve, cilë kanë vendosë me kryu një ekip të rrim, basi që BSA fillestare falimentoj. Falimentoj u shua. Edhe u bo ekipi, edhe ekipi ka suksese, po ka dhe vështërsi, edhe në vështërsi financiare, në zot ka dal një djal nga Zvicra, i cili ka bo një software për restorane, edhe ka pas shumë sukses me atë software, edhe tash ajo është donator i 10 gjarjeve dhe send, njën dërtyne është edhe shpëtimi i klubit BSAP-an, kur ka pas krizat të mëdha financiare, për me shtu hala sa pare vim prej diasporës për klubet kosovarë, është klubi i vajzave, i futbollit të vajzave Prishtina, i cilët kanë qenë mysafir në Zvicër, në Iverdon, që është një qytet i vogël afër Lozanës, edhe sponsori tyre kryesor është kompania Orlati, që është nga kantoni Vo, është kantoni më i madh i Zvicrës frankofone, edhe nëse vjen ti në Lozanë, edhe hec 100 metra kime pa një vend ku Orlati është të punu. Do më thonë nuk ka skaj të Lozanës ku ti nuk e she kompaninë Orlati. Është kompaninë ndërtimore, po? Është kompaninë ndërtimore, e ka një branding marketingut që nuk e she në kompani zvicrane, nuk e she kurku. E kanë zgjedh një ngjyrë gjelbërt shumë specifike, një font veç shkru me Orlati që me të ardhë një dizajner me që ato thush ku është logo? Dhe që ki shkru Orlati, ku është logo? Po ai që ka bo logo është i mirë, po ky që ka zgjedh atë logo është edhe më i mirë, po, bravo. Absolutisht. Edhe ajo kompani është ndër më të mëdha të ndërtimit në Zvicrën frankofone, ka pas është paraqit në televizionin shtetëror zvicran një orë ka pas program për kompaninë e tij, edhe se si ata kanë arrit, se si 5 vllazën punojnë bashkë. Edhe një specifik shumë interesante për te është, kur shkon ti mu taku me to, kur lyp takim herën e parë, me to takimin e kin 4 mëngjes.
Po, se qohet herët. Për me këshyr, a jeti serioz, a që është i 4 mëngjes për një takim. Wow. Edhe në 4 mëngjes a i tull gatë vetit edhe të pyt, a je gati për punë, ajo. Do thotë... Ka puna shumë serioz. O shumë serioz edhe ajo është një kompani fenomenale, do me thone, cila është mbri me, do me thone, me një kulturë të punës zvicrane dhe me një kulturë familjare kosovare, se jonë 5 vllazën cilën ka punu bashkë, që në Zvicër nuk e shef vllazën të punu bashkë, se cilë e ka rrugën e vetë, edhe me një kombinim shumë specifik o mbri një fuqi shumë e madhe, edhe une jashtë këtij debatit momental të gërnaqave dhe jo gërnaqave, mendoj që do më thonë migracioni, diaspora, mërgata, çdo që rrithush e shqiptarëve dhe Kosovës është shumë e fortë, është shumë një vlerë e madhe për popullin shqiptar, i cili total është mbi 10 milion. Edhe mandej thojmë bahunan, mos ke frikë. Se ke tjenë në Amerikë. Edhe na jena paka shumë si ajrishat. Më duket që me vjena ma shumë. Na jena ma shumë, në fakt me shifra jemi mbi 20 vërtet, nëse i marrin parasysh edhe shqiptarët në Turqi, Argjentinë, Amerikë, Meksikë, jemi shqiptar janë, edhe janë në një kohë të deklaruar, edhe ata kanë bo fëmijë. Po edhe nëse 10 janë të deklaruar, 10 milion, prapë i bjen që paka shumë, ma shumë mundet me qenë jashtë se këtu. Absolutisht. Po tash, qa po më interesant me ditë, vërtet, e përmendëm gjudën. E përmendëm mërgatën, njerëz që kanë jep kontribut. Në pyetje më vonë. A mendon që këta kanë bë më shumë për Kosovën se sa vetë shteti i Kosovës për shembull? Promovimin e Kosovës, ju si kompani tjera si ju, judoja si sport. Të bëdhonë o shtirë mi matë gjanat... Po folim për promovim. O shtirë mi vlerësu gjanat të cilat nuk janë matë. Unë jam shumë dashamir i matjes, të më thonë, i matjes gjanat. A mundë me që të na mungon shumë mendime për procese, po këtu matje nuk ka. S'ka. Qysh thash ma here, do të thotë nuk mundësht ti me përshkru, me përjetu, me shkru historinë e popullit shqiptar pa mërgat, pa asi. Do më thonë, është si thoni me mish. Bravo. Do më thonë, himni e shqiptarve është këngë e Rumanis, ku e kemi pas poetin Azdreni, i cili ka jetu atje, i ka pëlqy një këngë, edhe ka marrë atë këngë pe Rumanis, ka prunë shqipni, e ka përshtat, edhe ka bo himnin e Kosovës. Elena Gjika, Shqiptarëve të përjetojnë atë si himni të në tëna asi. Elena Gjika do më thonë ka qenë në Rumani, edhe ajo nësë nuk e keni dit ka qenë bjeshkatare, edhe ka jetu në Zvicër, edhe është femna e parë që ka ngjit majen Monk, që është një nga maje mbi 4000 metra. Do thojnë që se kanë gjitë, që ka rajtë që e kanë gjitë, po ajo nuk është më rëndësi. S'ka lidhje, po. Mirë, tash dolim të do pyetje kështu. Nëse, sipas disave që thojnë, diaspora s'ka të drejtë votën në Kosovë. Atëherë, as do të me pas edhe drejtë mi pru që ato pare në Kosovë? Qërë këto të sende nuk mundë me qenë të lidhuna me njona tjetër, në gjyshthash është shumë vështirë me definu në ditë sudit kush është diaspora, kush është diaspora. Çka mendoni ju? Po ne mendoj që njerëzit i binë pare të Kosovë se kanë qejf, jo se kanë drejt me votu. Po. Ase edhe ato pare që vinë Kosovë vinë njëra ndryshme, do vinë si ndihma për familjar, do vinë si shpenzim se vjen pushim këtu, do vinë si investim me bleni banes për me pas një shtëpi këtu. Pse vinë njerëzit në Kosovë e nuk shkojnë në Seychelles, apo në Portugali, apo në Rumani, apo në Gjermani, apo në Alaska, apo kudo. Njerëzit shkojnë edhe atje dhe vinë Kosovë. Edhe vinë, prap e ndojnë një buxhet për Kosovë. Po, jo, disa ka njerëz që do më thonë jetojnë në Zvicër edhe me ka 10 vjet nuk vinë në Kosovë. Bojnë udhëtime tjetër kohë. Po. Po qatë shumë ka, do më thonë, diaspor pej Kosovës,
Sa që veç 1% e vogël e tyne me ardhë në Kosovë, Para Entro. bot, po. edhe Kosova e ka knaqësinë e veta, do më thonë e ka një farë lirie, një farë knaqësie që vjen vend tondin, i ka disa gjana të cilat nuk mund është mi gjetë në vende tjera, ha? Do të thotë unë udhtoj shumë kështu në për vendet ndryshme, po mu Kosovë nuk ma zavenson asnjë vend tjetër. Normal. Dhe që ashtu ishtë dash me ka, në fakt se është veni tek e fundit Kosova është veni edhe aty në diasporës, sepse ata prej këturit kanë shku atje, e kanë kriju jetën edhe herë do kur e kanë një vend të vetën me u kthy këtu, sepse në fakt origjina është prej këturit. Edhe vendi ju takon gjithmonë. Na mujna me fol të ditën, po vendi ju takon gjithmonë. Edhe bira ndio e ka shihen më të mirë se bira kudo tjetër. Në Evropë. Ani kur është e pes, ani në krigëll të ngrime, ja... Produkte vendore. Njeri, amazing. Qashtë. Shumë e vërtet, bile, madje disa pejon që më ka thonë edhe për para, kur nuk u konë qaq kualitet, në adhim ke kryt po prinati e pishëm. Edhe qashtu është. Edhe qashtu në fakt. Nuk është e vërtet. Në fakt edhe qashtu duhet. Nuk është e vërtet që për birës 5 ka dhim kryt në njerë. është bira ma e mirë bot, end of story. Mos kënë, apo mirë është me shtatë bira. Që betyti e din se e ka pi edhe birën e vjetër. E din. Edhe të Belgjikës e kom pi 100 milion bira në Belgjikës, si bira e pes në Dio, në Krigëll, të ftoftë, s'ka kur gjë. Në Kosovë. Vërtet? Dio në Pejnë. Po, në Pejnë, Kosovë. Vërtet. Fëmit e tash shqiptarëve mërgatës, që kjo gjenerata e re, në Zvicër edhe kudo në Evropë, a kanë lidhje emocionale me Kosovën, apo kanë edhe lidhje reale? Për shembull, i kemi bërë futballerat e Zvicrës shqiptarë që janë atje, ata tash janë integru atje, karrierë kanë bërë atje. Kjo puna e fëmijëve është shumë interesant, se fëmijët e mi një kohë kanë jetu në Kosovë me mu, edhe kanë ndarë Zvicrën shumë. Se në Zvicër janë shku kur s'ka pas shkollë. Tash ata jetojnë në Zvicër, edhe Kosovë jetojnë shumë. Okej, po. Se kur vinë në Kosovë, e kanë Sallamadi, po. Nuk ka shkollë. Të thotë është një marrëdhënie komplikume. Edhe pe vendit vend kjo ndryshon. Zvicra për shembull, duhet me pas parasysh se çdo i treti zvicran e ka spaku njonin prind të lindum jashtë Zvicrës. Në klasat e fëmijëve të mi, e zvicran 100%, unë e kom gru në zvicrane, dhe me thonë, fëmijët e mi janë gjysh edhe me prej ardhe, edhe janë më të bartë se une. Edhe, dhe me thonë, në klasat e tyne, zvicran, pe 2 prindve zvicran ka shumë pak. Djali jem i madh i ka shok pak ma zvicran, i vogli e ka një sërb edhe një grek. Që ja bëjshë se djali tem qëta shkidalë që ja do postime në Facebook, vesti sërbe një grek, nuk ja bën like këzaj. Edhe është shumë interesant që që kanë gjetë njën i tjetër. Po, atje është edhe një sen tjetër është interesant që në firmat shqiptarve ka sërbë që punojnë, në firmat sërbëve ka shqiptarë që punojnë, atje nuk ka kësia, do të thonë është pak ma ndryshe, edhe Pileune, edhe ajo Serbia, se ajo ka burin italian për ndom, edhe ata grekt nuk i mbushin fëmijët me nacionalizm, do më thonë nuk i bojnë me ata. Tash me atë nanin ati djallit jevremit të fol, isma bëjke u foli sërbisht, te su se ovi nashli, ku e kanë gjetë ta njoni tjezin, klasa 20 e kusur në zonës, këta shkojnë lujnë bashkë. Balkan. Kështu që, do thot, aja puna e fëmijëve tash në Evropë, me krejt këtë migrim, me krejt këtë sendë, është shumë e komplikume, të cilën nuk muj me vlerësu une atë, po duhet me prit me vlerësu. Që do isha lidh pak edhe të diaspora e Turqisë. Se Turqia ka qenë perandori, që është Amerikasët. Së në Amerikë të i ki njerës që jonë Amerikan, po krejt thojnë Irish American, Polish American, Albanian American, do më thonë përzim.
Ja ka nisë edhe Evropa mu bo që ashtu që ti e Gjerman, po je ka pak turk, je ka pak shqiptar, ai tjetri është tu, dhe më thonë e kena pasat debatin për Mensut Yilmazin, e kena debatin për Gjakin, e kena debatin për këto, dhe më thonë... Që shojnë një mes atje, neve që shna shojnë, a kifar imazhe e kena në atë të Zvicran, për shambull, ose të Evropian, për të si. Kur flas me ata të cilët e kanë qenë këtë jetën në Zvicër, thonë që ka shumë racizëm, edhe kanë pas problem, domethënë, qysh në shkollë, qysh tjetër ka, unë nuk vrej një gjatë tillë, edhe vrej që do të thotë kanë një farë respekti ndaj shqiptarëve si njerëz punëtor. Shqiptarët e kanë fitu domethënë respektin Zvicër me punë. Edhe ka edhe respekt, ka edhe ase do të thonë i përcjelli edhe atje i përcjelli media sociale edhe kur del diçka nëpër media atje për një futbollar shqiptar send ka si që thonë nuk na vjen as një shqiptar, nuk na vjen as Gjaka, as kërkosh, veç me pas Zvicran, ka si që thonë çore kështu. Çtash herën e fundit kur nënshkruajti ky djali për Kosovën e jo për Zvicrën, atje u bën një debat. Ju ka dhimbë fort. Po, e kisha edhe do si të kraut gjatë që thëshin, jetë shkëna në Kosovë, ta merr edhe Gjakin me veti s'na vik për gjo, do thëshin kështu, do thëshin ashtu, po dominoj ke zoni që lejtari vendos me shku aty, ku i konvenon mas shumë ti për karrierën e ti. Komenti i Gjakës ka qenë që ajo ngut me shku për Kosovën, sepse ndoshta kish vet hapsin në Zvicër, edhe kish luajt kampionat botnor sigurt, edhe kish mbëri më shumë në nivelin e futbollit. Ajo shku në Kosovë se ka më shumë hapsin në luajt, tash vendimi është i drejt ai pa drejt, nuk ka me diskutua. Jo, po nuk besoj që këto duhet me diskutua në çështje etnike edhe nacionale edhe domethënë nacionalizmi që aty s'na ka met. Mu veç çka më bën përshtypje një pyetje. Pse Zvicra me pas kaq shumë frikë edhe në pranimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA me që dorën kondër? Pse me pas kaq shumë frikë? Na e dina që janë 300.000 shqiptar, 3% e popullatës, pas kanë ata lojtarë tjerë që me pas që ka shumë frikë se thonë shumica e ka bo votën kondër për shkak që mos me ja marrë talentat. Dhe më thonë, krejt Zvicra mohet në talenta shqiptar, pi bjen qashtu sepse dy shtete më në kundër, në krejt në UEFA në dhe FIFA, Serbia dhe Zvicra. A ki një koment për këtë? Po, mas pari krejt Zvicra s'ka qenë kundër, ka qenë kundër federata. Jo, federata po flasë. I the krejt Zvicra, unë për të përmirësej. Jo, unë e thash, a është e mundur për shkak se frika që kanë thonë fjalë po flasë edhe mediave atje që frika dhe mek i mirën talentat Zvicrës, federata ka votu kundër. Jo, s'thash këtë Zvicra, thash federata ka votu kundër, por frika ka qenë. Nuk the federata, the Zvicra, edhe këtë Zvicra nuk ka qenë kundër, ka qenë federata kundër. Unë nuk e di pse ka qenë shteti Zvicrës. Po, federata e futbollit Zvicrës, e cila është një organizat kuadër të organizata e Zvicrës. Futbolli nuk është sporti kryesor Zvicër, na atje në Zvicër kena të skiator, kena të biciklista, kena një sport shumë zhvillum, shumë zanum, kena dhe futbolista. Kështu, nuk e di pse, ndoshta janë frigu për ato, unë e shoh si frikë të pa nevojshme për ato. Sa i përket talentit, na jena ma përpara se krejt. I përmende disa shifra me 300.000 shqiptar, ma shumë se sa 5 milion na. Po dhe në vakt Jugoslavis, na e kena pas një kampion në Olimpik. Do shta as 1 milion s'kena qenë nër 8 milion Jugoslav, Aziz Aliu, shamë. Jo, e ki pas edhe një tjetër. Që një e përmenda. Hajtë edhe një tjetër kush ka qenë. Bokser edhe ai ka qenë. Ja. Hajtë kalzona sport. Medalja e parë olimpike për një shqiptari ka qenë Shaban Tërstena në mundje. Tërstena. Ai ka qenë i Maqedonisë. Edhe po do më thonë, unë po thëmë që qëto e kanë pa. Pjesëmarrja e shqiptarëve në sportin jugoslav ka qenë tepër e vogël. Edhe Jugoslavia e ka pas një sport tepër zhvillum, edhe në numrin e medaljeve që ka marrë Jugoslavia në sport, në atë kohë shqiptarët kanë marrë pjesë shumë pak, pse kanë qenë shkelum, pse nuk kanë pas shancat si tjertë, përderisa në vende si Zvicra, përderisa të luni futboll. Ti e ki mundësin me lujt. Da përdojnë na jena para tjeve. Veç me këshyrë për shembull basketbolin, përdojnë hala dikur del thot, pse s'pe bojmë një ekip Jugoslavisa, dhe në aty kështë pas edhe Jokicin,
edhe atë Slovenin, shikojmë në Sloveni. Ky në NBA që luan po kujtohet tash. Ai prejardhjen e ka pe Klinës, nëse do me ditë. Po, ai është serb i Slovenisë, i cili prejardhjen e ka pe Klinës. po edhe ky teniseri është i Mitrovicës, ky Ai është prejardhje. Jo, ai prejardhjen e ka pe dika tjerit, po ka lind në Mitrovic, se baba i tij ka punuar në Mitrovic në ato. Okay, Domethënë nuk ka e përderi sa ky far i dha këshyr dikush bën. Ama ideja është që kitë ka Kosova diçka po sill. Po për ata e përmendëm. Ja. Jena pak, po kena shumë talent. Po ta peja kanë qellu në Kosovë, Ja, po kjo është arsyeja në fakt se Kosova ti furnizon 3 shtete militar, Zvicër, Kosovë, Shqipëri, e lere më edhe disa Gjermani e Suedi. Po për atë arsye po them që ndoshta kanë pa diçka që është edhe në ardhje, edhe në tardhmen, që ata kanë deficit e na e kena suficit, që është edhe kjo është një farloj lufte, edhe një farloj e ardhme, që kanë votu kundër, se unë nuk besoj që shteti i Zvicrës është kundër Kosovës, por në këtë aspekt e kanë që dorën kundër. E për këtë u pata çudit, po ma vonë e kam kuptu që e kam pas vetëm sa i përket frikës të marrjes së talentave, që kanë ndodhur në fakt talentat e ri të Zvicrës po vinë me lujt për Kosovën, sepse jena më të mirë. Që kjo vot është një pikë ku mësojnë ngusht për Zvicrën. Se unë e du Zvicrën sa shumë sa që ka erë gruja ma bën. Atë vetëm ti më shumë se unë Zvicrën pedon, atë çapo lo bën ka erisë. Po, asi e du shumë, edhe gruaja jam e don Kosovën shumë, edhe unë asaj ka ja bëj kadole për gruan. Atë si na çast mirë, atë si na çashto, po çështu që. Po është shumë vot keqe ato, sidomos vote cila ka shku dëm. Edhe vote cila i ka prish marrëdhëniet mes dy vendeve të cilat përndryshe i kanë marrëdhënie shumë të mira. Shumë të mira, po. Edhe do të thonë kur folim për ekonomi, Kosova ka një deficit madh tregtar, do të thonë më shumë blejmë sa shim shesim. I vetmi vend ku shesim më shumë sa që i blejmë pejtëme o Zvicra, po. Shesi material ndërtimor, ata në Zvicër i kanë sende çaq shtrejta, sa që na s'kena e sot mi problem. Po. Edhe është i vetmi vend që kena 2 herë në ditë fluturime direkte me ta. Asnjë vend që kemi, po. 2-3 herë ose 5. Me Cyri unë për shkak. 5 herë në ditë, 2 në Cyri. Me shku me punu më kthy, me shku në 8 më kthym 5. 2 në Cyri, 2 në Gjenev, janë Bazel. Për çdo ditë. Nuk ka shtet tjetër që kena marrëdhënie më të mira, po unë në 4 mëngjes çona pe gjumit në Lozan, 4:30 i pi trenit, 19 jam pej. Prishtinë këtë farë vendin pa lidhje këtu, vri pak më shpejt, po më pej 19. Po mos ta shoj Prishtinë. Vërtet, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit sot, na ke përmbush në fakt, edhe jena kënaq me ty sepse kemi fol pa dorza. Ka fol. A bërë me fol edhe diçka, a? Fol, po. Po, se na. Kjo vena e Francës shumë e mira. Që e kom pru për Zvicrës, se zgjeta vend Zvicrës, po jo ndo venat Kosovës. Që ja kalojnë edhe aty. E shfrytëzojmë edhe rastin me të falenderuar që Po. na ke pru këtë dhuratë prej Zvicrës. Faleminderit. Edhe pse është e Zvicrës, po ta falim. Koj shiqë. Koj shiqë. Në Evropë. Vërtet. Okay. Shumë kënaqësi që të patëm sonte, e që bisedum, presim edhe era tjera. Tash kjo e ka lëshu kongën e fundit të cilën e kom lyp, është nata, mos u tutni, se frika nga nata është vetëm Fear of the Dark. Fear of the Dark, Iron Maiden. Vërtet Gacaveri, faleminderit shumë. Dëgjues të dashur, kemi dalë 6 minuta për terminin të emisionit. Dëgjohemi javën tjetër, tanën tjetër, mysafir tjetër, temë tjetër. Ari, faleminderit. Natën e mirë, faleminderit gjithëve. Ciao.